Kemi Armend Mujan nga Lëvizja Vetëvendosje. Zotri Muja, përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjej. Faleminderit shumë për kohën. Natyrisht jemi duke diskutuar çështjen e Mitrovicës së Jugut dhe atë çfarë po ndodh. Nga informacionet që e keni edhe nga terreni, për fillim, çfarë po ndodh në terren? Cila është e vërteta? Këtu janë e vërteta është që ka pas, siç është komunikuar tashmë dhe zyrtarisht nga KQZ-ja, ka pas disa raste kur ka pas gabime në shtyp tek kodi i flet votimit, por nuk ka pas asnjë flet votim, asnjë gjë që e sfidon ose e cënon integritetin e procesit votimit. Tash edhe kompania, edhe KQZ-ja kanë dalë me komunikim zyrtar që ka qenë një gabim shtypi dhe ata kanë marrë përgjegjësinë. Por ajo çfarë ka ndodhur, sepse në tek ato disa flet votime kanë shku për 2 kandidatët. Ato janë evidentuar edhe tek ato dengjet e votimit që nuk kanë qenë të përdorura. Pra ideja që ka pas çfarë do forme ndërhyrje ka qenë e pavërtet. Tash kjo konfirmua edhe nga KQZ-ja edhe nga kompania, por u konfirmua edhe dje nga KQZ-ja. Ajo çfarë ndodhi, çfarë ka ndodhur, dyta dhe kjo duhet të jetë trajtim i veçantë i gjithë ka qenë ndërhyrja e policisë dhe prokurorisë në vend votim që nuk lejohet me asnjë praktikë demokratike as ligjore. Domethënë për këtë ndërhyrja pa autorizuar e hetuese policor, të cilët janë ardhur pa u ftuar nga askush, përbën një rast të shkeljes së rënd, ndoshta që nga viti 2010, kjo është edhe rasti më i rënd, në përpjekje për ta ushqyer një narrativ koti të PDK-s që ka pasur vjedhje ose manipulim vota. Secili po e sheh veten në pasqyre, Lëvizja Vetëvendosje, unë si shef shtabi ju garantoj që në asnjë moment, në asnjë përpjekje, për persuazimit normal dhe komunikimit normal me qytetar, ne nuk do t'ja lejonim vetës e as Kosovës çfarë do manipulimin në procesin zgjedhor. Por manipuluesit dhe ata që kanë mbijetuar nga manipulimi vazhdojnë të projektojnë sjelljen dhe pasqyrimin e vetës së tyre në skenën kosovare, në skenën politike kosovare. Zotri Muaj, që ta kemi kështu edhe një sqarim për ata që po na shohin, në fakt kompania ka dalë me një reagim dhe kanë pranuar se ka ndodhur një problem teknik, por nuk e kanë marrë përgjegjësinë sepse prokuroria tashmë ka ngritur dyshimet edhe po e heton rastin. Pra nuk është që ka dalë dikush të themi kështu kompania ose KQZ-ja që do ta marrin përgjegjësinë aq lehtë sepse do të bëhet një hetim. Në anën tjetër, pse mendoni ju se po flitet kaq shumë për një manipulim mes votash dhe gjatë gjithë kohës po përmendet edhe treni bullgar. Pse mendoni që po bëhet kjo edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, por edhe nga të tjerët që kanë reaguar? E para, nëse e keni lexuar shkresën zyrtare të kompanisë, aty specifikohet qartë. Kështu që ata e marrin përgjegjësinë e atij gabimi teknik, padyshim, edhe ajo shprehje qartësi në shkresën e tyre, edhe e sheh edhe komunikatën e KQZ-s që e konfirmon atë. E dyta, shikoj, sa i përket aludimeve për këto trena bullgare, romune, pyetni PDK se ata i din këto biznese, ma ne nuk dim që në atë drejtim. Ajo çfarë ne dim është që i vetmi subjekt i certifikuar për vjedhje votash në Kosovë është PDK-ja. Edhe këtë vulën deri e kanë që nga viti 2010. Muja, natyrisht që PDK-ja të krejt diçka të kundërt, në këtë arsyetimet e tyre dhe në këto deklaratat e tyre kemi parë edhe atë që kemi pasur absolutisht një interesim, një përfshirje të madhe të pushtetit në Mitrovicën e Jugut, një prani po ashtu, një reagim shumë të fuqishëm. Pra, nëse procesi ka qenë i rregull, pse Vetëvendosje po shqetësohet kaq shumë për këtë në Mitrovicën e Jugut? Pse Armend zoti Muja është i shqetësuar, është nervoz. Jo, ta dëgjojmë Mujen, po patjetër. Shkoj, tash këto interpretimet e nervoz, pastaj këto mund të jenë relative dhe subjektive, nuk po lëshom aty, por ajo çfarë mund t'ju raportoj është që lajmi i vetëm që do duhet ishte është në fakt pse i mori PDK-ja ka shumë vota në Mitrovicë. PDK-ja ne kemi pas një rast zgjedhor
me non shkurt të këtij viti dhe PDK ka marrë aty 30%. Lajmi i vetëm është sepse PDK-ja u rrit në 46%. Në ndërkohë nuk përbën lajm që Vetëvendosja ka 54%, se ne e kishim 56%, 54% në shkurt. Do thotë, ai lajmi i vetëm këtë dhe kurioziteti për politikanët, sidomos edhe për ne, do të reflektojmë se si arriti PDK-ja me shtu 15 pikë të përqindjes së votave në Mitrovicë. Mendoj që kjo është lajmi i parë. Lajmi është edhe fakti që në balotazh pati pra, siç po thuhet, një pjesëmarrje shumë më të madhe se sa në raundin e parë që zakonisht nuk ndodh. Pse ndodhi kjo? Jo, në fakt, në bazë të parashikimeve të mia dhe tona si shtab zgjedhor, ne kemi para pa 33.000 votues edhe në raundin e parë dhe në raundin e dytë. Kaq ka pas pjesëmarrje, në dy raundet aty duhet ketë qenë 33, 32.900, 33.000, kështu shkon pjesëmarrja në votime në Mitrovicë, të paktën në 5 vitet e fundit. Nuk ka asnjë anomali aty, sa i përket kësaj. E dyta është, edhe nëse i shikon raundet e para dhe raundet e dyta në Mitrovicë, historikisht raundet e dyta përsillen me më shumë interesim, mirë po kësaj here në Mitrovicë ndodh kjo. Mirë po kësaj here dhe në raundin e parë, dhe në raundin e dytë kemi pas 33.000 votues, ne kemi parapar që të fitojmë diku 17.500 vota, kemi të kalu për 300 vota, do të thotë që është deri më tani. Aty kemi parapar që PDK-ja duhet i ketë diku 13.900, 14.000, mirë po ata ka fituar pak më shumë, mendoj që aty duhet jetë debati. Debati sepse nuk kanë takat politik, esa autoritet moral në Mitrovicë, ata që të fitojnë gjithë të vota në Mitrovicë. Po në base takati është edhe në këtë zotri Muja që natyrisht kandidati i PDK-s pati po ashtu një përkraje shumë të madhe, nga një emër shumë i panjohur, ja ku jemi, do të thotë edhe në balotazh ishte ai. Jo, unë besoj që një anomali që ka ndodhur këtu edhe në raundin e parë, në raundin e dytë, kandidati PDK është mbështetur nga strukturat e LDK-s, AK-s, nismës, të gjithë u bën bashkë, po megjithatë në Mitrovicë Po edhe zotri Peci, po ati mbështetje nga gjithë. Edhe nga, nëse po na dëgjoni. Direkt nga kryeministri në detyrë. Besoj që do të inkuadrohet. Pas pak mund të bëni një koment base nga ato që dëgjova. Se natyrisht dëshirojmë që po, jeni me ne zotri Muja? Jo. Dëshirojmë të japim kohë sepse nuk i kemi shpesh në. Këta kanë qef më orë në për studio edhe me na majt monologje këtu, mos më ndërprej, me orë, me rajt, me shpiv, me propagandu, edhe me shku, me vazhdu të lirë. Ajo që apo shihet është manipulimi votëve. Po dëshuat që është manipulimi votëve. E kemi prapë, të lutem. Po, Muja, jemi prapë bashkë, po thoja që edhe Peci ka pasur mbështetje të madhe, madje direkt edhe nga kryeministri në detyrë. Ishte edhe aty. Unë, thonë drejtën, nuk është që i kuptoj shumë këto çudirat kosovare ose pretendimet mediatike se ishte aty ai apo ai. Ne jemi në një proces zgjedhor, zoti Kurti është kryetari i lëvizjes së vendosje, edhe Glauk Konjufsa ka detyrë, është kryetari i lëvizjes së vendosje dhe i vetmi dallim këtu është që është e vërtetë që zoti Kurti ka autoritet politik e moral më tepër se kryetar. Ja u kuptoj subjektet që ata donin të kishin një kryetar me autoritet moral edhe me fuqi politike, po ja që nuk e kanë. Është zgjedhjet e tyre, nuk ja kemi zgjedhur ne Memli Krasniqin, e kanë zgjedhur vetë. Çfarë ti bëjmë tash? Edhe Memli Krasniqi ka qenë. Po, si kanë ndihmu dot çam ju votash. Po, Muja, po flitet edhe për një lidhje të kompanisë me Martin Berishaj. Cila është e vërteta? Nuk dëshiroj të flas në drejtim këtu në Mitrovicë kemi fituar fair and square. Dhe Mitrovicë ka fitu e ardhmja ndaj të kaluarës, ka fitu interesi qytetar mbi interesat e grupeve të interesit dhe ecim tutje. Nuk dëshiroj ta komentoni. Do të ishte mirë të kemi një përgjigje me që po diskutohet aq shumë nga lëvizja vetëvendosje të dim sa qëndron kjo, se thuhet që ka qenë ortak biznesi, pikërisht me kompaninë Cetis që është e kontraktuar për shtypjen e këtyre flet votimeve. Prandaj ndoshta do të ishte mirë që të kemi një përgjigje, nëse është e vërtetë apo jo. Nuk kam një informacion dhe nuk besoj në këto hipoteza dhe halucinacione që vazhdimisht ngritën sa i përket përpjekje për ta njolosur procesin e votimit në Mitrovicë. Edhe në raundin e parë, gjithmonë ka pas mjeresh dhe kolegë tjuaj gazetarë që ka thonë po vjedhen votat, po ka thënë ku po vjedhen votat. Do të tregoj raste se si po vjedhen votat.
Mirë po, në randën e parë, për s'kam publikuar asnjëherë asnjë evidencë. Jo, gazetarët nuk e kanë thënë këtë, se nuk e kanë edhe atë të drejtë gazetarët thonë që ka vjedhje votash, a? Jo, absolutisht nuk i drejt askush me ngrit pretendime në mungesë të evidencës, sidomos komuniteti gazetarëve. Domthonë, ku ke bërimin kur po thuaj që po vjen? Po nuk e kanë bërë te gazetarët. Nëse kanë raportuar gazetarët, kanë raportuar nga ato që mund të thënë nga dikush, do thotë, kanë qenë në deklarata, nuk e kanë Po, në fakt e nuk ja lejojnë gazetarët vetë të hapësirë. Tjetër të gazetarëve, Mitrovic, njësoj tjetër i gazetarëve është më unik e më specifik, ata në fakt i përbasin departamentit të marketingut të PDK-s. Dëgjoj, në Mitrovic ka pas një proces i cili ka qenë fair, i drejt, ka qenë i ndershëm, nga ona jonë natyrisht që ne kemi dhënë maksimumin, sepse secili subjekt politik parashije që ta jap maksimumin i proces zgjedhor, kemi dalur çfarë, edhe pse nga PDK-ja ka pas në koordinim me kompani të sondazheve, ka pas përpjekje që të influencohet opinioni publik, por s'ja ka dalur dot. Në randën e parë me exit pollet e famshme, nuk janë exit pollet që përcaktojnë dëshirën e pse gjithmonë Mitrovica e Jugut? Pse Mitrovica e Jugut problematike të në exit pollet? Pse pikërisht Mitrovica e Jugut? Valla e kështu, se në i marrë gjatë kohë me këtë punë, heqë në vështirë Mitrovicë me ditë kush fiton, as me përcaktu rezultatën, gjatë gjithë kohës në si shef shtabi kom ditë rezultatet e mija të sakta, edhe ato gjithmonë kanë dalur si pas KQS-s. Por nëse dikush e nisë me një jetë gabeme, komercializimi është arsye, tash nuk mund të hyj tek ata. Si përket atyre dhe gjithsesi edhe kostoja reputacionale e tyre, mirë po të gabohet me 30 pikë të përqindjes, se me 15 pikë të përqindjes, e pastaj të dilet dhe në randën e dytë të rigabohet, mendoj që këtë kemi të bëjmë me një mashtrim të përmasave gjigante që duhet të hetohet nga prokuroria. As nuk është gabim, jo gjithmonë exit pollet tregojnë rezultatin përfundimtar, dhe sa i përket asaj se u tha që gazetarët po thonë se ka pas manipulim votash, gazetarët asnjëherë se kanë thënë këtë, gazetarët kanë raportuar, ishin vetë juristët që thanë që ka dyshime të bazuara. Pra janë ato fotografi që po qarkullojnë në rrjetet sociale, për cilat edhe prokuroria ka hapur hetime. Dhe puna jonë është që të bëjmë pyetje se cili është qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje. Jo ta bëjmë këto as prokurorinë as gjykatën. A mund të korektoj të pjesa e parë, se e para sapo e bëre avokatin e kompanive të sondazhit, nuk e besoj që të përket, sepse nuk e besoj që ki një ori specifike teknike për atë sferë, kështu që pak me rezervë. Jo, ne jemi pjesë e mediave dhe exit pollet shfaqen media dhe kemi informacione. Na bojti gjatë monolog, në rast se e sheh rezultatin, si e kanë pas subjektet politike, edhe për asamblej. Zotri Muja e ditë të gjitha që exit pollet mediat nuk i bëjnë. Janë bërë të gjitha sqarimet edhe profesionale për këtë pjesë. E fundit fare që dua t'ju pyesim është për këtë që edhe nëse ka qenë një gabim teknik, PDK insiston që duhet të ketë një rivotim në Mitrovicën e Jugut. Ne kërkojmë që të filloj votimi sa më herët, në ndërkohë që policia e influencuar nga PDK-ja edhe prokurori e influencuar nga PDK-ja nuk ka drejt të kyçet t'i fut durët në kutit të votimit. Për atë është janë partitë politike që vendosin. Është KQZ-ja ku reflektohet edhe gjithsesi mendohet, edhe komisioni për ankesa PZAP-ja është specifike për këtë çështje zgjedhore dhe nuk ka drejt as policia hetues e as prokurori i PDK-s me i fut durët në kutit të votimit, a kupton, sepse kemi demokraci këto dhe rregulla. Gjithsesi çfarëdo dyshime që ngritën, qoftë edhe për një vot, unë jam dhe këtë e mbështes fuqimisht që kushdo në çfarëdo situate, sot dhe 100 vjet, tenton këtë dredhoj në çfarëdo forme vullnetin e qytetarëve duhet të dënohet, por nuk kemi evidencë për këtë dhe kërkoj nga ju që të përmbaheni nga kjo edhe nga prokurorët dhe policë që haptazi më vjen shumë keq për ta, por ka fituar ardhmja, edhe duhet të ecim tutje në Mitrovicë dhe tjetër. Po, jemi drejt për drejt, po, se kjo qëndron, se prokuroria... Për te kësaj, kjo ideja ka fitu e ardhmja, ka fitu, po, muja, po, jo të gjojmë të lutë. Dy njerës që janë të Republikës Kosovës, dytë janë shqiptarë. Po, zotri Muja? Tjetra, tek kampi PDK-s, unë besoj që ata duhet japin llogari para votuesve dhe strukturave, edhe për herën e parë që i dërguan në sallën minatore dhe i mashtruan,
edhe për Arjan Tahin, të cilën vazhdimisht e kanë mashtruar nga shtabi i PDK-s, edhe këtë herë do duhet marrin përgjegjësi, kanë qenë të dobë politikisht, të duhet marrin përgjegjësi, jo të kamuflohen mbrapa, jo ka pas kështu ose ashtu. Muja, për çfarë mashtrimi, sepse janë publike këto deklarata që të kemi në sqarim, kush kë e mashtroi në sallën minatori? Në raundën e parë, PDK-ja ka ftu fest fitore në Mitrovic. Po. A kuptoni, do të kanë dalë ka festu grenor të vona, pa unë një rezultate të dhore. Kjo, zotri Muja, edhe në qytete tjera që shumë shpesh subjektet politike dalin edhe festojnë para kohës, nuk është kjo vetëm e Partinë Demokratike të Kosovës. Kjo sa mbaj mend e përcjellë gjatë politike në Kosovë, asnjëherë nuk ka ndodhur, por është çështje jote në këtë normale. Po, do doja nëse... Se dhe nëse... raundin e dytë ndodhe njëjtë, kështu që prandaj po them. Festa gjithandej. Do doja nëse keni disponimin, me që shpesh keni kritika për analist e për gazetar, nëse keni disponimin për të pasur dhe për të dëgjuar disa komente në studio, e vlerësojmë. Nëse jo, gjithsesi ju falenderojmë. E kuptojmë, gjithsesi. Shikohet është aty çështja e analizës, secili besoj që është në raport me veten e tij. Edhe fjala publike edhe analisti ka përgjegjësi, sepse megjithatë është influencon opinionin publik. Duhet ketë kujdes se në Kosovë është bërë rëndom të flitet pa asnjë fakt, pa asnjë evidencë. Unë besoj që duhet të përmbahen. E dyta, nuk mund të analizosh gjëra përderisa merr anë politike. Pastaj është subjektivizëm edhe rëndom e tradhton edhe shikuesit. E njëjta ndodhet tek komuniteti gazetare. Po e kuptoj, nuk e dëshironi, nuk keni kohë për një unë ta lova. Edhe ju keni qenë analist. Ka qenë analist edhe propagandues i PDK-s bile, këgjaj madhe. Po, dëgjoj, unë kam qenë analist, asnjëherë në studio, s'ja kam leju vetës me bë gabime të tilla. E dyta, jeni si kritik shumë i madh e lëvizjes do të vendosen atë kohë nëse nuk kemi gabime të tilla. E dyta, sepse për te partive politike ekziston edhe përgjegjësia publike, ekziston përgjegjësia fjalës. Edhe mendoj që këtë herë dhe edhe në vitin 2023, studio televizive e kanë dështuar demokracinë. Ka një shkoqitje midis studio televizive dhe popullit, edhe terrenit. Kjo duhet të reflektohet sepse në Mitrovic kjo ka qenë më evidente se askund tjetër. Askund tjetër sa Mitrovic. Laboratori këtë kësaj çfarë po them. Empirike asaj ka qenë në Mitrovic dhe mendoj që ka qenë një marrëzi që duhet korrektohet. Ju falenderoj për kohën. Faleminderit shumë zotri Muja. Gjithë mira.